Në një video në YouTube, kam parë që ka qenë një nxënës i verbër, të cilin të gjithë nxënësit e kanë bullizuar, por një arsimtar të gjithë këto nxënësit i ka marrë dhe i ka çuar në një dhomë të errët ku nuk kam parë asgjë. Po ashtu i jam mbylli syt me një shamit të vogël që të mos mundi të shikonin fare. Dhe e provuan që të rrinë në atë vend në një kohë të gjatë, ku e panë që ishte keq të jesh i verbër. Po me kalimin e kohës ata mësuan që nuk duhet të bullizojnë dhe ashtu vepruan, i kërkuan falje njeriu të verbër dhe vazhduan të mos bullizojnë. Për ato nxënës që bullizojnë, ju them mosni se do keni pasoja në të ardhmen dhe bëni më të sjellshëm dhe mos bullizoni nxënësit që janë më mirë, më të sjellshëm prej juve. Viktimat, njerëzit e cilat janë viktima nuk duhet të kenë frikë, por duhet ta tregojnë të vërtetën dhe të jenë realist, sepse nëse e tregon të vërtetën, atëherë është edhe më mirë për të tjerët. Unë ju them mos i dëgjoni ato, mos bëni shok me ato një nxënës dhe merrni një nxënës që është shembullor për juve, zgjidhni shokun më të mirë për jetën tuaj.